Po, Bogdani. Unë them që Partia Demokratike ka mision ndaj demokratëve dhe shqiptarëve, por ka dhe shansin për dhënë një shembull për gjitha partitë. Në situatën që është PD-ja sot, unë insistoj ke kjo që janë të gjitha partitë, përfshirë dhe PS-n. PS-ja thjesht nuk e ndjen se është në pushtet. Ose është pushtet, po pushteti është një avantazh që ti duhet ta llogarisësh. Nesër pas nesër me këtë gjendje që janë sot, do shkërmoqen shumë rënd. Pse? Sepse asnjë parti, po ti shohësh, këto 30 vitet e fundit nuk ka garë të brendshme. Ajo që tha Mirela, garë reale të brendshme. Në 2008 që u ashu, po thuaj se s'ekziston më. Nuk ekziston më, pra nuk ka garë reale të brendshme. Dhe PD-ja nëse do të eci përpara, për të mirë demokratëve, po e theksoj më shumë për të mirë shqiptarëve, jo thjesht demokratëve. Se nuk është parti thjesht e demokratëve. Duhet një opozitë e fortë ndaj çdo qeverie që është, jo më kësaj qeverie që është arrogante. Duhet në radhë parë të bëjë çdo përpjekje për t'u bashkuar, për t'u reformuar, pra ndryshoj mënyrën e punës, të punoj çdo ditë me zgjedhësit e vet, jo të kujtohet vetëm kur ka zgjedhje, dhe duhet rinovuar. Kjo kast njerëzish, sepse nuk është çështje individesh, që vazhdon gabon me procese të brendshme, me manipulime të brendshme, dhe kur s'ka demokraci të brendshme nuk kërkon dot demokraci jashtë, duhet t'i hapi rrugën një grupi të ri, ka shqiptar sot intelektual të rinj, me potencial pafund, që shkëlqejnë kudo nëpër botë, shkëlqejnë në Shqipëri. I jepi shansin që të frymëzojnë shqiptarët. Po a vinë? Pa diskutim që vinë. Po t'i krijohet shansi pa diskutim që vinë.